Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thotë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: Men ghada ila al-masjidi wa rah, a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada wa rah. Ai i cili hec duke shku në xhami para dite ose mas dite, Allahu, në vërtet para dite dhe mas dite, Allahu ja përgadit një vend në xhennet sa herë që të shkoj në xhami para dite dhe mas dite. Kështu përfundon hadithi. Ky hadith ka ardhur edhe në versionin tjetër, këtu e përmenum me dhe para dite dhe mas dite, shkon edhe kthehet. Një version tjetër ka ardhur para dite ose mas dite, po dallimi është i dukshëm mes dy versioneve, po megjithatë kuptimi mbetet i njëjti. Ky hadith, sikur edhe plot hadithe tjera që flasin në këtë temë, qesin pah vlerën e xhamisë. Në të vërtetë, na i themi xhami, në hadithe përmendet fjala mesxhid, kuptimi prapë është i njëjtë me çfarë qëllimi e përdorim fjalën, po kuptimi i fjalës mesxhid është vendi ku bëhet sejdë. E në ajetet kuranore, po dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me vendet ku bëhet sejdë kuptohet xhamia, objekti i cili është i ndërtuar veçanërisht për me bëj ibadet, për me fal namaz, që na i themi xhami. Por në një hadith ka ardhur fjala mesxhid në trajtën e pashquar, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke i përmend veçoritë e veta, thot: "Wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tahura." Dhe e tërë toka më është bë mu vend sejdëje dhe e pastërt, që i bie se në krejt botën bën me u fal. Ekzistojnë disa përjashtime të vogla të kufizume, që janë vendet e dyta, për ndryshe krejt pjesa ku nuk ka ndytësi, është vend faljeje edhe vend sejdëje. Mirë po, hadithit cilin e citova, hadithi e Ebu Hurajras, është hadithi cili flet për xhamin, tamam si vend i specifikum për namaz, edhe e qetë në pah vlerën e këtyne vendeve dhe vlerën e lidhjes së zemrës së besimtarit me këto vende. Për këtë arsye ka ardhur në hadithe tjera, sidomos në atë hadithin e atyne 7 personave të cilëve Allahu ja u mundson me hyrë në hije në ditën e gjykimit kur s'ka hije tjetër, e një prej atyne 7 personave është wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid ose bil masajid. Dhe një burr, zemra e cilit është e lidhur me xhami. Do të thonë, xhamia është vend, është një lloj epicendre ku besimtari graviton. Edhe është një vend tek i cili besimtari në vazhdimsi kthehet. Na e fillojmë ditën duke ardhur në xhami me e fal sabahun, edhe nuk kalojnë shumë orë, ne i kthehemi xhamis prapë. Pastaj kalon edhe 2-3 orë tjera i kthehemi xhamis prapë për namazin e ikindis, e për akşam, e për jaci, e për kështu me radhë, për çfarë arsye? Për arsye se zemra kur lidhet me një vend, edhe me funksion të atij vendi që është namazi, atëherë ajo lidhmëri dëshmohet në praktik. E hadithi që e përmendëm flet për vlerën e ecjes për me shku në xhami. Pra ne nuk fitojmë vetëm kur vim në xhami ose vetëm derisa qëndrojmë në xhami, por ne fitojmë edhe derisa ecim të shku në xhami edhe të u kthy prej xhamisë. Janë përmend 2 shprehje në këtë hadith, shprehje që përmenden edhe në citate tjera. Ghada wa rah ose ghada aw rah. Ghada i thojnë kur hec njeriu në mëngjes, ndërsa rah i thojnë kur hec njeriu pas dite. Edhe këto 2 shprehje i kanë specifikat e veta kuptimore, që e para është pjesa prej
sabahu deri në lindjen e diellit, ndërsa e dyta është prej zenitit, kur është dielli në zenit, pra prej drekës deri në perëndim diellit, po synimi nuk është kufizimi i kohës, synimi është përfshirja e gjithë kohës. Kur thuhet paradite dhe masdite, domethënë është përfshi e tërë dita, edhe në këtë aspekt, pra, ky hadith nxit që njeriu me mundësitë e veta, besimtari, gjithë kohën ta ketë të lidhur me xhami, duke hecur edhe duke shku për me falë namazin, edhe duke ecë, duke u kthy prej namazit, pastaj duke ecë për namazin tjetër, e kështu me radhë. Në hadithe tjera, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prapë ka botë qartë këtë punë, qëndron se me secilin hap besimtari shpërblehet. Ka shkon në xhami, një hap e qet, i shkruhet një sevap. Hapin tjetër kur e qet, i shlyhet një gjunah, edhe kështu me radhë. Kështu që ekziston ajo çësia juridike deri në çfarë distance me e pas xhamin, në një farë mënyrë bëhesh borxhli me shku në xhami edhe me ju përgjigj thirrjes së ezanit. Edhe për te asaj distance që juridikisht mundesh mos me e pas obligim, megjithatë unë mendoj se duhet me e pas parasysh nevojën shpirtënore që njeriu me e frekuentu xhamin për me e përmbush atë etjen e shpirtit edhe për me e përjetu namazin ma mirë edhe në mënyrë ma cilësore se sa që e përjeton duke e falë kudo, që thamë se është bo e lejume, lejohet me u falë në shtëpi, lejohet me u falë në vend punës, lejohet me u falë kur jemi udhëtar në një vend ku nuk pengon gjithsesi, domethënë e tërë toka është bo e pastërt edhe e gatshme edhe e përshtatshme për me u falë, mirë po shpirti i besimtarit e lyp xhamin. Pse e lyp xhamin? Për shkak të përfitimeve të shumta që ka në namazin me xhamat dhe frekuentimi i xhamis e ka për shembull situatën kur ka njerë është pa alternativë, sikur se është namazi i xumas. S'munu me thonë, vallaj, s'po muj me shku në xhami, hajtë se e fali xuman në shtëpi, mbledhëm me kojshit edhe e falën në mahall që aty, jo, nuk banë. Por arsye se pikrisht për shkak të xumas e ka marrë shprehjen ose e ka marrë emrin xhami. Thash, mesxhid vend falje, xhami vend tubimi. Aty ku njerëzit tuban edhe xumaja është koha e tubimit, që do më thonë se nuk bën ndaras me e falë, edhe kur njeriu e bën pjesë të jetës së vet, edhe pjesë të lëvizjes së vet, shkumje në xhami edhe kthimi prej xhamie, atëherë ai e dëshmon edhe njëherë se është prej atyre burrave që zemrën e ka lidhur me xhami, e dëshmon edhe njëherë se synon shpërblimet e shumta që Allahu i madhruar i ka parapa, i ofron edhe i premton për ata që janë të këtill, edhe xhamia në një farë mënyre e ka një rol të pamohueshëm, me thonë kushtimisht edhe të pazavendësueshëm jashtë trajtimit juridik. E ki xhamin larg se ki barç me shku, po shpirti ta lyp. Shpirti e lyp për arsye se përjetimi i namazit që falet, edhe besoj se të gjithë jemi dëshmitar për këtë punë, namazit që falet vetëm ose në shtëpi ose kudo qoftë, e ka tjetër përjetim, edhe namazit që falet në xhamat, në xhami, ka tjetër përjetim, dhe Allahu i madhruar duke qenë krijuesi jon, edhe duke qenë i gjithdijshëm, e ka mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai na ka mësuar neve se qysh duhet të trajtohen këto gjana. Allah i shpërbleft për vëmendjen. Wa sallallahu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tasliman kathira.